Assalamu alaikum të nderuar ndjekës të portal të Mëngjesit të Pashkisë të Olqinit. Ne me lejen e Allahut fuqiplot vazhdojmë emisionet tona duke shijuar këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Emisione Ramazani në Mëngjes. Sonte kemi musafirin tim të dashur, kryeredaktorin të Radio Fatih, Hoxha Enis Hoxha. Mirësenevet, assalamu alaikum. Aleikum salam, mirë se u gjeta. Allahu ju nderoft. Allahu amin. Faleminderit. Subhanallah. Po i afrohet përfundimi i këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Besimtari çdo një gëzohet me ardhen e tij, këtij musafirit të dashur, por edhe trishtohet, mërzitet me ikjen e tij. Dhe ne do të flasim sonte për një temë me domos shumë të rëndësishme, ajo është që Ramazani është një muaj falënderimi. Pyetja e parë do të ishte çfarë kuptimi ka falënderimi, shukri në Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar ndjekës të portalit të Mejlisit të Bashkisë Islame në Olqin, nderuar imam, nderuar, siç that, njeriu trishtohet, por siç na ka caktuar ligji i Zotit që çdo lindje ka një perëndim, çdo fillim ka një mbarim, por edhe ky muaj i begat i Ramazanit ka një fillim dhe një mbarim. Por jo mbarimi i tij do të jetë që ajo çka marrim na nga ky muaj, çka bartim mbas këtij muaji, se natyrisht siç jemi gëzuar në ditët e para, ashtu do të gëzohemi edhe në fund të Ramazanit, sepse presim edhe shpërblimin e të madhit Zot për mirësitë, për veprat, për adhurimet që i kena bërë në këtë muaj, dhe besimtari do mos ndjen një kënaqësi në shpirtin e tij. Siç e cekt edhe i herë ndjem trishtim. Gjoja ma e vlefshme që kena na si njerëz në këtë botë, që na ka dhënë Zoti më tepër, po ndoshta edhe nuk jena të vetëdijshëm. Është një kapital që e harxojmë shumë shpejt, por nuk e vrasim mendën për këtë kapital që kena. Kena kapitalin që e bëjmë në mënyrën materiale, që ku e investojmë 1 milion herë, mendojmë, pyesim 1 milion njerëz ku ta investojnë një kapital të cilin e kanë fituar me mund e me djers, por kapitalin që e ka njeriu dhe besimtari ma mire apo ma shumë në vetëdijen e tij është kapitali i ditëve të numëruara. Jetës e tij kalon jeta këtë kapital me shpejt e harxojmë. E harxojmë pa vetdije, edhe nuk mendojmë që kam harxuar një ditë, si e kam harxuar, si e kam kaluar, por e harxojmë në mënyrë të pa vetëdijshme, edhe nuk jena të vetëdijshëm se po harxojmë kapitalin që është më i rëndësishëm se sa kapitali tjetër. Ky është një vetëdijsim ndoshta në këtë muaj të Ramazanit, ku jeta jon po kalon, jeta jon po ecën me shpejtësi të madhe, por ne nuk jena të vetëdijshëm për këto mirësitë të cilat Zoti i Madh na i ka dhënë. Dhe siç e shohim si mirësitë e begat të muajit të Ramazanit është se Allah neve na dërgon pejgamber që neve të na udhëzojnë në rrugë të drejtë. Na ka dërguar edhe Kur'anin, i cili është udhëfyes për njeriu për këtë botë, si nga ana shpirtërore, por edhe nga ana materiale. Dhe me qenë se njeriu nuk arrin të vetëdijsohet në një kohë të shkurtër, duke pasë kapitali i kësaj jetës tonë po përfundon më shpejt, duhet që të referohemi Kur'anit si udhëfyes për ne në këtë botë, dhe moralit, sunetit, traditës së pejgamberit tonë të dashur, i cila është rruga që na shpjegon neve se si duhet ne të jetojmë në këtë botë. Në qenë se muajit të Ramazanit flasim tema të ndryshme, cekim lami të ndryshme, cekim aspekte të ndryshme, por duhet të cekim edhe falënderimin që është baza e ibadetit, falënderimin ndaj Allahut të madhëruar. Siç thot pejgamberi jon i dashur në një hadith të tij, ku besimtari thotë është gjithmonë fitimtar, në dy raste është fitimtar, edhe kur i bën një e keqe, por edhe kur i vjen një e mirë. Fitimtari është kur i vjen një e mirë, sepse thot falënderimi i takon Allahut xhalla shanuhu, dhe siç e cekim edhe në një rivajet, në një ajet tjetër të cilin e ka përdorur Sulejmani a.s. që ishte sundimtari i botës, që ishte më i pasur i botës, kishte kapitalin më të madh në botë, ku asnjë njeri deri sot nuk e ka arritur kapitalin, pasurinë, sundimin që ka pas Sulejmani a.s. Dhe në një çast kur ja sollen fronin nga Jemeni në Quds i sherifin, Sulejmani çka tha? Hadha min fadli rabbi. E falenderoj, kjo është prej mirësive të Zotit tim. E falenderoj, nuk thonë e kam merituar apo unë jam bërë një diçka, por e falenderoj Zotin
e madhëruar, siç tha edhe pejgamberi në hadithin që e ceka vetëm falënderimin ku neve kur na godet një mirë duhet ta falenderojmë Zotin dhe jemi fitimtar. Por kur na godet një e keqe, përsëri besimtari është në fitim pse? Banë sabër sepse Allahu thot inna Allaha ma sabirin, Allahu është me durimtarët. Për këtë arsye do të thonë falënderimi ndaj mirësive që na i ka dhënë Zoti është falënderimi i cili ndoshta na edhe nuk jena të vërdishëm për një falënderim të tillë për mirësitë të cilat na i ka dhënë, sepse ndoshta ne shohim falënderimin edhe si furnizimi në risk apo me pasuri të cilin ne dëshirojmë vetëm në atë aspekt ndoshta ta falenderojmë Zotin, por kena edhe mirësitë të tjera ku duhet ta falenderojmë Zotin për shikimin që na ka dhënë, për ndëgjimin që na ka dhënë, për gjuhën, për të gjitha këto mirësi, ne duhet që ta falenderojmë Zotin dhe jo vetëm në këtë muaj, por edhe gjatë tërë vitit ta falenderojmë Zotin për të gjitha begatitë të cilat na i ka dhënë neve si besimtar në këtë botë dhe siç thot Allahu i madhëruar la in shakartum la azidannakum, qofse jeni falendërues ndaj meje, on do t'ju ashtoj të mirat, do t'ju ashtoj begatit. Falenderojmë Zotin për këtë vend, falenderojmë Zotin për mend që na ka dhënë, falenderojmë Zotin për të gjitha ata të cilat i kena duke e falenderuar në çdo kohë dhe pa marrë parasysh se në cilin vend jemi, sepse falenderimi ndaj tij është edhe mirënjohje ndaj atij. Dëshiroj të ceki edhe një shembull ku na si besimtar, si popull, si mjedis ku jetojmë, në shumë raste ndoshta edhe nuk e falenderojmë Zotin sepse mendojmë se të mirat apo mirësitë cilat na vijnë neve na kanë ardhur direkt nga veprat tona, por siç thotë pejgamberi jon, nga ritmi jon, siç thotë pejgamberi jon Allahu xhaleshanu, ndoshta një mirësi na dërgon nëpërmjet një personi tjetër. Edhe ndoshta na nuk falenderojmë Allahun direkt, por kur e falenderojmë personin të cilin na ka sjellë mirësi, bëhena direkt falendërues edhe ndaj Allahut të madhëruar, siç e thamë edhe siç është edhe në traditën e sunetit të pejgamberit ton, siç thotë edhe kur Hazreti Aisha e pyeti në një kohë kur Hazreti pejgamberi po bënte shumë ibadet, po falte shumë namaz, siç e kena në atë traditë që me fal shumë namaz në xhami, me adhuru Allahun shumë në xhami dhe e thot o i dërguari i Allahut, pse po mundohesh kaq shumë kur Allahu ty ti ka fal gjitha mëkatet, gjitha je i pastër, çilthet, a mos të jem nga ata robt falendërues ndaj Zotit. Kun abdan shakur. Kun abdan shakur, që a mos të jem nga ata të cilët e falenderojnë Allahun e madhëruar. Nderuar. Subhanallah, Ramazani është një edukator më i mirë, shkollë. E zgjon njeriu bashkë atë, siç e thua ti, vetë dijesimin e ngritën. Dhe ky muaj Ramazanit është muaj Kur'ani, muaj i begative mirësive. Pse ky muaj Ramazanit quhet dhe muaji i falënderimit? Muaji i falënderimit është se na falenderojmë rreth pas Zotin në ibadet, në adhurim, në agjerim. Agjerimi është një ndër ibadetet të cilat është i lidhur drejt për drejt me Zotin dhe je në një kohë të vazhdueshme në ibadet me Allahun xhaleshanu, duke falendëruar për begatitë të cilat na i ka dhënë në trupin ton, e vetësojmë trupin ton duke e pastruar atë nga çështjet materiale të tij, duke e forcuar shpirtin. Dhe përse ne duhet që ta falenderojmë Allahun, apo pse është edhe një muaj falënderimi, duke e ditë se zemra është kalaja e çdo besimtarit, fortifikesa e çdo besimtarit, dhe na këtë kala dëshirojmë që në këtë muaj ta mbrojmë nga egoja nefsi jon, por dhe nga shejtani. Duke dashur që rrugët që hyn shejtani dhe egoja jon që depërton deri te zemra jon janë tre rrugë kryesore. Është ndëgjimi jon, është shikimi jon, por është edhe gjuha jon. Duke qenë agjerueshëm, kena kujdes se çka ndëgjojmë, largohna nga fashëthemet, çka kush si o ba te ku ba, e largojmë synin ton nga harami, ja kena mbyll dy rrugë shejtanit, me gjuhën tonë adhurojmë Allahun xhaleshanu, falenderojmë Allahun xhaleshanu, përsëri ja kena mbyll edhe një rrugë tjetër, duke e bë zemrën tonë falendëruese ndaj Allahut xhaleshanu, duke fortifikuar edhe shpirtin tonë me mirësi dhe me begatitë e këtij muaji ndaj falënderimit dhe zbret qetësia, mirësia e falënderimit ndaj Allahut xhaleshanu. Me qenë se edhe Kur'ani, siç e cekëm
Dhe si që lexojmë dhe si që kena lexuar në fund të çdo namazi, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan, që largon njerëzit, ju tregon rrugën se cilë rrugët duhet të ndjekur në këtë botë, por edhe në Kur'an, siç e cekëm, ka dhe shumë ajete ku Allahu xhaleshanuhu tregon për falënderimin, nxit falënderimin, por edhe surja e parë që fillon në Kur'an është surja Fatiha, që fillon me falënderim edhe me lavdë ndaj Allahut të madhëruar, ku na si besimtar, edhe kur e fillojmë jetën tonë me falënderime, edhe kur falenderojmë njëri tjetrin, krijojmë një atmosferë pozitive në mesin tonë, sepse falenderojmë Allahun xhaleshanuhu, dhe kur krijohet një atmosferë pozitive, krijohet edhe një shoqëri pozitive, kur çdo kush është pozitiv, edhe me këtë pozitivitet na çka parandalojmë keqësitë dhe negativitetet në vendin tonë, në mjedisin tonë, sepse me pozitivitet e ndryshojmë edhe kena atë vetëdijsimin që ta ndihmojmë tjetrin, ta falenderojmë tjetrin, të japim dorën atij tjetrit, dhe kështu formohet një ambient pozitiv ku Allahu xhaleshanuhu, ku ne me falendrimin ton na i shton mirësit, na i shton begatit, na ruan nga fatkeqësit, na ruan familja tonë, na ruan vendin tonë dhe bëhna nga ato të cilët janë të kënaqur Allahu që në këtë botë, si thot edhe në surën Bejne, irju rabbika radiyatan mardiyya, ktheju te Zoti jot i kënaqur Zoti me ty. Subhanallah. Unë inspirova dhe më erdhi ndërmend një pyetje duke i anashkaluar pyetje tjera. A do të ishte falënderimi vetëm me fjalë apo edhe me vepra? Falënderimi ndaj Allahut, ndaj njerëzve në radhë e parë fillon me zemrën. Një zemër falënderuese e shpreh me gjuhë. Gjuha falënderon, gjuha flet pozitivitet, shpreh mirënjohje, shpreh falënderim. Kurse shkalla e tretë, shkalla me vepra, siç e cekme, agjerimi është një falënderim ndaj Allahut, nga nimetet që na i ka dhënë. Ndalohna nga ato që na ka urdhëruar të ndalohemi në një periudhë të caktuar kohe. Shkojmë në xhami që të falim namaz, që të jemi falënderues, është një falënderim me vepra ndaj nimetit që na i ka dhënë, sepse falënderimi i pjesëve të trupit është sa i përdorim ata për të bërë veprat e mira. Sa i përdori këmbët e mia për të shkuar në xhami, sa përdori gjuhën time për të madhruar Allahun, sa përdori trupin tim për të rënë në sejdë vetëm Allahut xhaleshanuhu. Falënderimi siç e kena ndaj Allahut xhaleshanuhu për pasurinë që e kena në këtë muaj, ndajmë sa më shumë sadaka, ndajmë sadakatul fitrin, ndojmë edhe për zakatin. Falënderim me pasuni që e falenderoj Allahun për pasurinë që më ka dhënë, duke e shpërndar atë me të tjerët dhe duke e pastru dhe bërë falenderimin jo vetëm me gjuhë dhe me zemër, por edhe me vepra. Unë jam ai që falenderoj ndaj në rrugë të Allahut një hiset e pasurisë time për një punë të mirë, për një punë pozitive dhe për një shpërblim më të madh. Si tha pejgamberi jon i dashur, nëse një punë në muajin e Ramazanit është me farz, në muaj tjerë është 70 herë me e vlefshme që të bëhet në këtë muaj se sa në muaj tjerë. Dhe na me këtë falënderim që e bëjmë, e shtojmë edhe ritmin, e shtojmë edhe benefitet e sevapeve të cilat neve Allahu xhaleshanuhu na ka dhënë këtë muaj të begat si një mirësi për ne, por duke dashur edhe të mos anashkalojmë edhe vepra tjera të mira, sepse sot siç e kemi edhe shumë të turbullira. Shumë njerëz domethënë që na marrin kohën, shumë kohën që e hupim na, shumë vëmendje që Allahu xhaleshanuhu si thash na ka ndaluar, por na prap vazhdojmë çka u bën jashtë. Kush çka tha 5 minuta pas ka i ka sonte nuk mojmë taravi, do ndaj nesër sadakon, do jap nesër zakatin, do të më thonë janë disa vepra të cilat neve ndoshta edhe mund të na kushtojnë shumë. Dëshiroj të ceki edhe një shembull cili më vjen nga koha e tabiinëve, ku një person, një dietar me emrin Lejs, ishte si student në xhamin e pejgamberit tonë dashur, ku siç ishte tradit nga Imam Maliku, një ndër imamet më të mëdhej të cilët ka njohur historia islame, po jepte mësim ndaj haditheve
po shpjegon të hadithet e pejgamberit, pranvaret e pejgamberit të xhamia e tij në një ditë të ejte. Edhe jashtë, domethënë, siç ishte ato me studentat e zgjedhur, po vazhdonte të thonte hadithet, edhe ndëgjohet nga jashtë Medinës një lajmërim. Elefanti në Medinë, erdhi elefanti në Medinë. Medinasit fjalën e elefantit El Filo fil Medine e kishin dëgjuar nga surja El Fil, surja elefantit, por nuk kishin pas mundësi që ta shohin elefantin për së gjalli me madhështinë e tij, kurse studentat të cilët ishin gjithë në mexhlisin e dietarit Imam Malikut, po filluan të dalin nga 5, nga 10, gjithë për jashtë, sepse ngjalli kurrejshtje elefanti. Nuk e kishin pa. Edhe aty ngel vetëm nxënësi që si e ceka Yahya bin Yahya Lejs el-Kurtubiu. Dhe Imam Maliku i thet, pse nuk dole jashtë? A ki pati dhe i herë elefant jetën tënde? Jo, i thet, dëmë thënë, nuk s'kam pa elefant, për qëllimi jem që ka marrë nga Spanja, nga Andaluzia, ka kështë për me ardhë me një gjuhë, me mësu hadithet e pejgamberit tonë të dashur, nuk është qëllimi, dëmë thënë, me dalë jashtë. Edhe për këtë punë, dëmë thënë, për një çështje shumë të vogël, Imam Maliku ban duan edhe i thot Allahu ta shtoft diturinë dhe të nderoft. Në kalimin e viteve shohim që ky është emëruar apo është thirrur me epitetin si drita e Andaluzis, dietaria i Andaluzis, duke ditë se ka kenë edhe një ndër themelusit apo bashkuesit e veprës së Imam Malikut Muwatas, dhe duke e pa edhe jetën e tij, më vonë shohim se Andaluzia është ndriçuar prej tij me nxënësat që kanë dalë nga kë me një çështje të tillë. Edhe dëshiroj që të them muaji Ramazanit është duke kalu, duke marru mas tjena dhe nasi ata njerëzit të cilët dëgjojnë një lajm, vrapojnë për ta marrët, nuk i kushtojnë rëndësi muajit të Ramazanit që po kalon, mediat, rrjetet sociale na marrin kohën, ta kushtojnë dhe mendje ti muajit të begat të Ramazanit, duke dashur që qëllimi jonë të jetë që sa më tepër të përfitojmë nga ky muaj, sa më tepër të përfitojmë nga hoxhallat, sa më tepër ta ndriçojmë veten tonë dhe mas të muajit të Ramazanit të jemi vetja jonë më e mirë, por duke mos harruar se falënderimi ndaj Zotit është në rradhë e parë, meqense ceka edhe Imam Malikun dëshiroj që të ceki edhe Imam Ebu Hanifen, duke e pyetur në një rast Imam Ebu Hanifen se si ke arrit drejt një dituri kaq e madhe. Imam Ebu Hanifja përgjigjet, e kam arrit diturinë duke falendruar Allahun xhaleshanuhu për dijen që më ka dhënë deri ku kam rrit, edhe ai ma ka shtu dijen teme. Edhe falendrimi ndaj Allahut xhaleshanuhu duke qenë se ne si hoxhallar që jena, është ajo dije që e mësojmë ta falendrojmë Allahun duke e përçuar të tjerët. Doktorët cilët kanë arritur një shkollë në medicinë, falënderimi ndaj asaj dije që kanë ata është duke i kuruar njerëzit, duke i dhënë terapinë e duhur, duke u sjellë mirë me ta. E kështu me radhë të gjitha nivelet e strukturave të cilat janë që kanë arritur në dituri, falënderimi diturish është ta përçojnë atë të tjerët edhe të veprojnë me njerëzit me laminë e tyre, me drejtësi, me urtësi, sepse kjo është edhe një falënderim për diturinë, edhe Zoti do ta shtojë diturinë, por është edhe mirënjohje ndaj krijuesit të gjithësisë për atë shkallë që kanë arritur ata deri atë. Allahu nderoft, Allahu shpërbleft, na ke inspiruar motivo. I nderuar, cili do të ishte mesazhi yt për këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe pas tij? Mesazhet janë shumë çka kisha dëshirë që të zgjallim në anë këtë muaj të begat të Ramazanit. Na si njerëz jena të krijuar që qysh në fillim, qysh në ezel, qysh kur ka qenë baba jon i parë Hazreti Ademi në xhennet. Kurreshtja e njeriu është e njëjtë. Allahu xhaleshanu i ka thënë mos u afro te pema e ndalume. U afru. Allahu xhaleshanu sot na thotë neve mos përgojo, mos qir me zbirilu, mos qir çka ka kujshia me kërku të metat e kujshis, mos ban veprat këqija, mos përhap thashëtheme, pajto, mos u idhno, shko mirë me kujshit, vazhdo rrugën të cilën Zoti xhaleshanuhu na ka thonë që
duhet me ndjek edhe mu largu nga ato ndalesat e cilat na i ka dhënë. Ta marrim një shembull nga Hazreti Ademi deri sot, gjithë njëjtë jena luftojnë me veten tonë, me epshin tonë, me nefsin tonë, siç jena nalë këtë muaj të Ramazanit nga ushqimi, nga haja dhe pija për një kohë të caktuar, të nalën edhe mas Ramazanit për një periudhë shumë të gjatë kohore, duke mos dashje të zbirilojmë, të shohim të metat, kush si u rrit, çka bani me xhelozina me tjera, por të jena nga ata të cilët e përhapin mirësinë, japin falënderimin Zotit xhaleshon hu, që të jenë njerëz pozitiv, sepse me pozitivitet arrin çdo gjë, edhe ndryshimi fillon tek një njeri i vetëm. Në radhë parë ndryshojmë veten për mirë, pastaj edhe bota, edhe ambienti, edhe gjithësia do të ndryshojë për mirë. Allah shpërblet, Allah më nderoft. Të nderuar ndjekës të portalit të Mejlisë së Bashkisë Samet Ulçinit, ne me lejen Allah të fuqi plot vazhdojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke shijuar dhe lutur Allahun fuqi plot që të ndikojë tek ne për të mirë dhe në ndryshim të mirë. Lutim Allahun fuqi plot që ti pranoj, të bëj kabull agjerimet tuaja, ibadetet, lutjet, adhurimet tuaja. Ndjekemi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.